Pesh mikrofonet, lutem, patjetër. për shkak edhe përkthimet. E nderuar kryetari i trupit gjykues, të nderuar anëtar të trupit gjykues dhe të nderuar pranishëm, unë mbështes prokurorin e shtetit, fjalën përfundimtare do ta dorëzoj pas seancës, po për proces? Mirë. Fjalën përfundimtare do ta dorëzoj pas seancës ose në seancën e radhës, pasi që për çështje teknike nuk munda ta printoj, e që sot nuk ka nevojë të shkruhet, veç se po deklarohemi shkurtimisht me fjalë përmbyllëse të një procesi të gjatë gjyqësor me rëndësi të jashtëzakonshme për sigurinë publike dhe rendin juridik të Republikës së Kosovës. Qëllimi për destabilizim të rendit kushtetues provohet përmes provave të administruara dhe të shqyrtuara, deklarimit dhe dëgjimit të dëshmitarëve dhe gjithë organizimit të sulmit. 3 të akuzuarit që janë prezent, pra është dëshmuar mjaftueshëm se kanë qenë pjesë aktive e grupit terrorist, e i cili grup nuk është formuar rastësisht. Pik, kryerisht, çlirim shaqire nga ky sulm terrorist, nga këta të pandehur dhe shokët e tyre, u lëndua si nga aspekti fizik dhe psiqik, ku i njëjti akoma nuk ka rifilluar punën dhe nuk është rehabilituar. Ne tani nga gjykata kërkojmë që 3 të akuzuarit t'i shpall fajtor, t'i marrë për bazë të gjitha rrethanat rënduese, si shkallën e lartë të dashjes, kryerjen e veprës penale në mënyrë mizore, ashtu që të akuzuarit t'i dënoj me burgim të përjetshëm, si dhe t'i detyroj që të dëmtuarin çlirim shaqire ta kompenzojnë për shërimin dhe rehabilitimin e dëmit që i ka marrë nga veprimet e tyre kriminale. Ju faleminderit.